Club FM. Hey, yje. Ej, sa po mori Rozana Radi Enin telefon edhe çfarë i tha? Ja, foleni. Jonida, ke marrë përsipër të heqësh blokun tim nga Instagrami i Rozanës. Më dha passwordin dhe tha të lutem zhbllokoje Enin se nuk e di kush bllokohet. Se nuk e bënte dot me dorën e vet, kupton edhe donte. Patur një Si ja bënte zemra me dorën e vet. Para 10 vjetësh, diçka e tillë. Po nuk e mbaj mend se pse. Ta them unë. Kur sapo një. Po do ta them privatisht. Ja, tani që nxorë do ta thuash. Po rezulton që nuk të shtyp edhe po ta tha. Edhe po e tha. Ricet se nuk të gjen gjë nga makina. Blokon ta heqi zemra jote direkte. Sa të mbaroj emisionin. Edhe unë kam blok me sa duket. Për çfarë s'm gjen ti edhe unë kam blok. Jo. Po jo, unë tani e kam marr pasordin, kështu që do futem do të kërkoj aty dhe të të zhbllokoj. Dizit edhe në gjykat të probleme që keni me një tjetrin. Tani janë blok forever. Okay. Po, faleminderit Zeni. Se unë nuk para bllokoj dhe zhbllokoj njerëz. Nëse i bllokoj nuk i bëj më. Friend, që ta dish, Eni. Po uzure me mua. Nëse mund ta ndikosh po prapë Rozanën në këtë. Si grupi mbajeni mirë? Po, shohim çdo thuhet pas 10 vitesh. Tani guys dhe yje të bukur, se jeni shumë të bukur në fakt. Le të bëjmë pak një supozim, sikur ende vazhdoni aty dhe ende keni le të themi ca kështu momente me njëri tjetrin. Kë do nominonit? Më thoni emrat edhe pse. Nga të pranishëm. Po, nga të pranishëm do të. Edhe pse? 2 apo 1? Nga neve të 4 këtu më. Jo, nga gjithë grupi që jeni aty. Edhe nga ta që po ham poshtë. Tani Gjibanin unë dhe nominoja. Okej. Për çfarë arsye apo? Ta nominoja dhe Gjibanin dhe këtë 2 nominim apo 1? Po, 2. Edhe arsyet me të gjitha. Po me Gjibanin patëm një kështu në transmetim sot. Kur po xhironim domethënë. Një përplasje, po. Po ashtu, çiksi kështu. Okej, një kështu si ashtu. Okej, mirë, më mjafton ne, se 2 kam përshtypjen që do të ikin nga rezorti. Jo, s'ka probleme, bani, do rri. Okej, Rizar ta hëmi. Mund të kthesh në dhomën e pritjes. Po mendoja, unë me zi gjitha emrat e nominimit atje brenda, jo më këtu jashtë. Po do nominoja Klajdin. Aha. Sepse opa, të doli dhe një kështu. Ishte loja, një lajm tjetër. Jo, lotë volleyball dje dhe ishte shumë impulsiv, nuk ishte fare bashkëpunues. Tregoj një anë pak agresive. Shi Klajdi. Shau. Jo, nuk shau, po ishte shumë nën kuptime, shumë ironi, shumë Shi Klajdi. Po, vetëm për këtë. Okej, hëmi Krisa. Krisa që thot tirin. Se me thënë të drejtën, unë s'kam pas asë situatë me asë një këtu në shtëpi. Dhe më thëtë, Kishtë po je. kemi qenë okej me gjithë, por një person mund të temi që në base nga ka shaftuar pak shqetësime, do thoja Viserla, për shkak të situatave që ka ndodhur si në ditën e parë, pat një zëng me Aldo, pastaj jo me Klajdin dhe po kthej po bëj pak e bezdishme si gjë, vetëm për këtë, po jo. Okej, Xeni, kam besim tek ty. Zeni shkon Do nominoj Klajdin se po na ha gjithë ushqimet. Po, vazhdon Klajdi. Nuk ka të ndaluar Klajdi. Po kemi marrë dhe një valixhe për fusin. Po, Klajdi han mëngjes pas mëngjesi, para drek, 2 snek, pas dite 2 darka. Po ti lej. Se është më mirë se ç'duhet për të restaurat. Shisheli. Po ti lej kë ke kështu. O zemër nuk e di, Viserla masën e fillim mund na ketë jo, unë e kam shumë gjanë, dua shumë Viserla, dhe ai edhe niseti i grupit. Shiko, Viserla ashtu e nisi dhe Bigun, me zjarr të madh, po pastaj Jo, tani është qetësuar, shumë i mirë, shumë i mirë. Pastaj u qetësua. Nuk duhet ta qetësua. nominoj Gjibanin sepse Radi është edhe pse mbërtiti sot e kam shumë gjanë dhe nuk e di për emër ti. Po, nga që është nxehur nuk erdhi këtu te grupi, domethënë që dilte. Është duke marrë me sa duket me videoklipin. Në intervistë, po Si xhironi përfundim aty. Oles nominova asnjërin, nuk dua të nominoj këtë se kam Xhans, dua të nominoj atë se Viserla, s'kam. Nominon një herë pas e këtë Po jo, jo, Realisht ka qenë grup shumë i mirë, nuk e di. Po të kishte qenë vetëm ky grupi në Big Brother do isha full. do ishte kënaqur, po. Çfarë flet me? Do të bëj dhe ty blok Rozana tash?
I love Rosanna. Unë kam thënë këtu edhe në intervistë që jam fan të Rosanna. Si është gojë mjetësh, nuk prish gojë më asnjëri. Eni me pak fjalë. Ky edicion i Pushim on Top, pra do të ketë udhëtime jashtë Shqipërisë, sigurisht dhe destinacione brenda. Keni personazhe të rinj që i keni përfshirë në program? Po, si harruam. Dgjoj, neve nga që kemi një javë këtu dhe jemi sikur të shkëputur nga pjesa tjetër e stafit që vazhdon të punoj edhe me shumë intensitet madje, ndoshta edhe më shumë se ne këtu. Kemi Dea Vjerin që është një personazh shumë i njohur dhe Grine, të dy këta janë një çift, po themi ne jemi të moshuarit, ata janë pasardhësit tanë, çifti i ri i Pushim on Top. Ata kanë një rubrikë shumë këndshme rreth agroturizmeve, rreth turizmit rural në Shqipëri, që është, po themi, një temë kryesore e këtij viti në Shqipëri dhe edhe risi për këtë sezon. Të rinjve do të sjellin edhe ata këtë pjesën e panjohur, ndoshta edhe që është shumë atraktive për syrin në televizion. Shumë interesante kjo. Tani dua të di nga 3 yjet, nëse mund të na tregojnë për projekte në vazhdim, të cilat mund të kenë lidhje me televizionin ose jo, por edhe sa i përket gjërave tuaja personale. Për shembull, për Krisën do isha shumë kurioze të dija, sepse është folur për një dasëm Krisa, për një konkretizim Krisa. Jo mi zemër, ja. Ja, gjithmonë në pararojë të lajmeve roz, po. Se të themi që ndjekësit, si për mua dhe si në Instagramin tim, si në Instagramin e Tirit, na shkruajnë shumë, më shumë pyetje bëjnë Tirit fakt po, kur do i propozosh Krisës për martesë, dasma gjëra të tilla. Ne presim dhe propozim këtu, po s'po ndodh. Ka të shkandin. Se kemi edhe 2 ditë. Jam e sigurt që nuk do të shohim. Se shende në planet tona. Mbase më vonë po, atëherë do surprizohem. Po vetëm premtoni që do na thonin datë. Sigurisht dy fton të gjithë. Ashtu, po kjo është diçka shumë e mirë. Rizarta, keni një projekt, me sa shoh ju jeni shumë të mirë edhe për televizion. Pra, duke dëgjuar Enin dhe Lein, jeni bashkëpunues, e dini shumë mirë se çfarë duhet të bëni dhe të thoni sa i përket një programi televiziv, kështu që e keni në fokus? Patjetër, nëse vjen ndonjë ofertë që ja vlen, patjetër që e pranoj me shumë kënaqësi. Për momentin jam fokusuar tek ajo që unë bëj, tek puna ime, të qenë influencer, kam synime dhe tregon jashtë Shqipërisë, vetëm Shqipëri, kështu që po fokusohem më shumë tek puna që kam. Po sigurisht ofertat e tjera ju mirëpres me shumë kënaqësi. Xeni shpresoj të marri sa më shumë njerëz. Sa më shumë implante. Sa më shumë implante dhe vitin tjetër pastaj në pushime në të tjera se është bërë rradha deri në pafundësi. Po do hap një klinikë të madhe, tash më të madhe sepse janë shtuar pacientat të kërkesa. Influencerat i ke gati edhe nuk i paguan, më duket. Po, disa nga ata se tjerët kërkojnë lek, kërkojnë shumë lek, edhe nuk vinë, s'kone për klika tjera. Po jo, nuk është çështje lekur, si ka që kaloj mirë, jemi mirë. E kishe me sponda të nduket të tjerë kërkojnë lek, por kë e ke? Nuk japim emra. Ata që ishin në klinika tjera. Xhen, e ke menduar ndonjëherë këtë pjesën se me sa shoh dhe me sa di nga ata që qëndrojnë me ty ke shumë humor, po thot edhe Lei dhe Eni në të njëjtën kohë. Po sikur në televizion, për shkakun të kesh një rol. Te portokallia për shkak. Si ftuar, ku të doni ju mund të ftoni, po diçka që të jem edhe aq shumë protagonist nuk ma lejon koha. Klientët, ta lejojnë? Klientët të lejuan një javë të dyqin, nuk të lejuan një javë që presin ata shkretet. Besoj që do ma lejojnë në sekuenca të shkurtra. Edhe këtë. Mendojni ju një plan për mua, ku mund të përshtatem më? Sa lek do jap? Jeni kile mo keni shtuar kile Lei, se Lei në kam kështu pak meraklie që nuk ka më shumë se ndoshta të keni shtuar, si jeni me kilet? Mos na kujtoni ti që më mbështirat edhe 2 ditë. Na shef jemi strukur të poshtë. Pulem barkun po. Përpara se ta mbyllim, dua t'ju uroj të shihoni edhe këto ditë që ju kanë mbetur aty dhe shumë suksese Enit dhe Leit për këtë sezon të ri. Nuk e di pse Rizartës i del gjithmonë një emoji kështu me gift që është shumë okay situata. Jam shumë okay, Shumë suksese. Junida, para se ta mbyllim dua të falenderoj se e kemi pas pjesë shumë të rëndësishme të ekipit, jo vetëm gjatë këtij udhëtimit, por gjatë gjithë
kohës, Blerina Sheon, se realisht Blerina përqafojmë edhe ne nga Tirana. Është lodhur shumë me ne, me tekstet, me grupin. Blerina është një dashuri dhe është një pikë kyçe e pushime on top, jo vetëm në shpirtin e Emit. Vërtet. E përqafojmë çdo ditë veç që do e përqafojmë edhe. Pra kemi 23 qershorin, kemi të reja, kemi Deavierin, Grinesin, kemi rubrika shumë interesante dhe lojëra me ish banorët gjatë gjithë këtij rrugtimi që ju jeni duke bërë në Turqi, kështu që ky sezon do të jetë shumë i suksesshëm dhe Lei. I zjarrt do të jetë. Lumt goja. Faleminderit shumë. Mos harro bllokun e Rozanës. Tani direkt sa të mbaroj emisioni. Amanet bllokun. Shumë suksese dhe shijojeni këtë ditë që ju kanë mbetur. Ciao. Ne do të shkëputemi sërish për pak publicitet. Kur do bëjmë pushime? Ti me pushime je gjithkohë. Publicitet. Jemi në studio, dëgjuat Elgit Doda dhe Noizi, është kënga e tyre më e re, pjesë e Top Awards, po ashtu edhe Xhibani është pjesë e Top Awards me këngën e tij të reja dhe po të na hynte në transmetim, sigurisht do ta pyesnim pak edhe për muzikën, por ishin shumë të zënë duke ngrënë pjesa tjetër e grupit të Big Brother. Harbor. E shoh që po mendohesh gjatë. Nuk doli ashtu siç dole ti, pra nuk kishim një çift të ri midis pushuzve. E thanë që është thjesht një thashë them, por që është thashë them që ka. Ashtu siç nuk ishte. Nuk po. Se ti si ke qef kështu ti bashkosh pak njerëzit ti. Po të thoshim po, jemi bashk. Po mirë. Xheni tha që jam në një lidhje, kështu që diçka u tha Harbor. Ti kë mund shihje si dyshe në këtë grup që kanë shkuar aty? Në atë grup nuk besoj se ka ndonjë potencial. Lejme Xhibani. Nuk besoj se ka ndonjë potencial në atë grup që të dalin dyshe, kështu që bëjnë mirë të shijojnë pushimin ashtu siç po i shijojnë. Unë ndërkohë që po flas në kohë ma ka marrë vëmendjen komplet e dashur Jonida Liçkolli, një lajm. Mister në malet e Çekis. Alpinistët gjejnë thesarin e çmuar. Kush i fsheu 598 monedha prej ari dhe bizhuterit në pyll. Ha njerë, më sqaro se jam gjithë sy e vesh për ty tani. 10 byzylyk ari, 17 kuti purosh. Aty, do më thonë, lëreni arin, nëse flitet për puro, kubanezi që kam përballë. Një krër dhe këri. Këri ati bën kompromise. Është këri ati që thoshte prifti, asaj. Po. Dhe plot 598 monedha ari. Të gjitha këto sende përbën një thesar të çmuar disi misterioz i zbuluar rastësisht nga dy alpinistë në verilindjet e Republikës Çekishe. Po si nuk na del ne. Dhe treguan këta që gjetëm thesar. Alpinistët, të cilët dëshirojnë të mbeten anonim, që kanë si ata të tyre faqeve tona. Po ndiqnin një shtek të shkurtër përmes një pylli në malet e Krokonosit në Çeki, një zonë e njohur për ecje malore, kur vun re një kuti alumini që dilte pjesërisht nga një mur kuri. E kishin murosur pra. Këtë kutin me florin. Se tani po më vjen në mend Ed Manushi, cilin e përshëndesim shumë, që ka nisur një emision me Shiko, mund të shkoj e ftuar me Manushin të gërmojmë ndonjë mal. Të cilin i përshëndesim shumë, ka nisur këtë emisionin nëpër male dhe me sa duket kanë lexuar këtë artikullin dhe po eksplorojnë. Po eksplorojnë në tentativën ndoshta për gjetur ata një flori. Pasi e hapën dhe zbuluan përmbajtjen, ata e dorëzuan më njëherë në po ç'është ky lajm? Çfarë na i prishi fantazin fare. Pasi e hapën dhe zbuluan përmbajtjen, ata e dorëzuan më njëherë në muzeun e bohemisë lindore në qytetin e afërt Hrdec Kralov, sipas Miroslav Novak, shefi i departamentit arkeologjik në muze. Shikon njerëz përgjeshëm. Po, edhe ti do dorëzoje, mendoj, përveç purove. Përveç purove që do i pija rrugës. Tash dëgjoj. Tani që jemi të sinqert. Nga 598 monedha. Tash një. Pa një dyckë një treckë do i mbahet. Kod për fiksim. Ti vjen një zinxhir. Pastaj unë them që edhe kjo shifra 598, sikur ka diçka që shkon, Një grusht është futur diku. Se hol do kanë qenë të paktën 600, tani është rrumbullakose. Unë them 598. Shi unë mendoj që ata alpinistët diçka kanë mbajtur për gratë e tyre. Dhe mirë kanë bërë se. Dhe mirë kanë bërë, kështu që ky ishte një lajm fakt që më tërhoqi se unë e dashur. Ti vdes për këto gjërat kështu, gërmimet, këto arkeologjike, këto muzera.
Kështu që më bëri shumë përshtypje dhe thash sa me fat çuna dhe çekis. Prandaj vin dhe çekët, ka shumë çek që eksplorojnë këtë nga malet tona, këtu gjejnë. Për të mira në gëzime jo ardhshim. Si themi me që jemi, pardon, my friend, këtu gjejnë leshtë të currit. Deri diku. Jo të Oltit të dashur të dëgjosh. Okej, do të dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi edhe një herë në studio për një tjetër lajm dhe për ta diskutuar ndar së bashku. Do të jetë një këngë e përzgjedhur nga çuna tan të dashur të regjis, të cilët përveç se përkujdesen duke na njoftuar gjithkohë që kemi publicitet dhe ruani kohën, kujdesen po ashtu që do dalim edhe bukur në ekran, se ne nuk jemi vetëm në radio, jemi edhe me video. Kështu që ju përshëndes çuna, jeni shumë të mirë që të tre. Think of Me është tani. Ju që jeni përgatitur për një super verë, Arbri sapo më tha diçka. Që kjo do jetë vera më e nxehtë ndonjëherë. Po, meteorologët, specialistët. Ja, përcaktoje si ma the, ferri. Ferri mbi tokë thon posaçërisht thonë ata. Edhe vjet, po. Ka kështu thon çdo verë në fakt, por duket sikur këtë verë dhe nuk është çudi që çdo verë të vijë gjithmonë duke u nxjerrur situata. Por do jetë një qershor disi i njomur me lagështir, por me shira. I njomur, nuk mund të themi me shira të rëmbyshme, por do jetë me ca pika me ta caru nerva, domethënë, nëse keni bë plan me ikën plazh. Po, kurse korriku dhe gushti të nderuar dëgjues do jetë. Do të jenë zjarre. Do piqeni në hell në korrik dhe në gusht. Kështu që çfarë do gjë që të kesh menduar dashur Janita Liçkolli? Do të jetë në gjithë botën kjo apo vetëm për zonën e Europës? Po flasim për zonën e Europës më së shumti, për pjesën edhe sidomos për pjesën e mesdheut, që do jetë një verë shumë e nxehtë. Po të paktën kanë një shpëtim mesdhetarët e deti janë kanë mundësi në një lidhje shumë të afërt me njëri tjetrin, edhe shqiptarët kanë edhe mal, kanë mundësi për të lëvizur. Kështu që shpresojmë shumë që ndoshta freskinë turistët e huaj të vinë ta gjejnë në Shqipëri, në malet e Shqipërisë, në detin e Shqipërisë, në lumenjtë e Shqipërisë, në liçenet e Shqipërisë, i kemi të gjitha kushtet që gjitha kushtet për të freskuar në këtë verë ferri, siç thon meteorologët. Sa i përket pjesës së Europës. Më vjen mirë Arbër që ti ndan me ne këto lloj informacione, sepse nëse vin turistë huaj, je shumë i lumtur. Dukem si ata të moçmit, kështu që do prishet koha nesër se më gjuri. Po, je në këtë fazë, se un aty jam. Ti ke me kraun. Un po bllokova. Po të dhëmin kyçe tash. Dije që të nesërmen do bjerë shi. Jemi në fund, pardon my friend. Faleminderit që na ndoqët edhe sot. Do dëgjojmë të mërkurën tjetër. Shpresoj që të mërkurën tjetër të jemi të tre. Shpresojmë, po. Se kemi shumë dallavere për të ndarë. Do na vi e thekëruar nga dielli. Edhe me fashet e të reja. Normal. Sa aty u tregua pak shumë rezervuar dhe protokollare, sepse ishte në prani të atyre që po i intervistonte, por patjetër që kur të vi në studio ne do ta zhbrilojmë dhe do marrim çdo informacion të mundshëm nga ky udhtim. Kështu që ju ftojmë të jeni me ne edhe të mërkurën tjetër, siç bëni në fakt çdo të mërkur. Mirë dëgjofshim, mirë shikofshim, sepse dalim në YouTube për pak minuta. Boy Crazy është Kesha tani dhe ne do dëgjohemi javën tjetër. Ciao ciao.